Libri i shkruar dhe elektronik Fizika dhe Astronomia për maturantë është hartuar mbi bazën e objektivave të programit hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për provimin e testit kombëtar për lëndën fizik. Libri me theks të veçantë u vjen në ndihmë maturantëve për testin kombëtar përkatësisht të maturën shtetërore. Ai mund të përdoret me sukses edhe nga mësuesit e fizikës për të treguar rezultatet e mira në këtë lëndë. Libri është rezultati i përbashkët i punës shumëvjeçare të autorëve nga trojet tona të Kosovës dhe Shqipërisë, si Sahudin Hysenaj, astronom, Krista Çpiti dhe Fatos Mustafaj, fizikant, të cilët duke folur për mikrofonin e radio-televizionit Besa në mes tjerash kanë folur dhe për lehtësimet të këtij libri që njëherë trasohet edhe në ndihmën e testeve të përbashkëta të gjithë etnisë kombëtare. Ky libër përfshin program nga fizika dhe astronomia si mbas testit kombëtar. Libri është ndërtuar mbi bazën e 3 rubrikave. Rubrika e parë është koncepte dhe njohuri teorike të shkurtra. Rubrika e dytë shembuj të zgjidhur dhe rubrika e tretë detyrat veçanta për nxënësit. Dhe sa janë të njoftuar maturantët që ky libër gjendet në libraritë e Kosovës? Më e rëndësishmja është të them se ky libër përmban edhe është ndërtuar, hartuar nga autor të përbashkët nga Shqipëria dhe nga Kosova. Dhe njihet mirë programi i testit kombëtar të maturantëve të Kosovës. Ky libër për herë të parë shoqërohet edhe me një DVD që përfshin animacione, video që sqarojnë shqip dukuri të ndryshme fizike dhe astronomike. Për sa i përket ndërtimit të librit, është i ndërtuar mbi bazën e programit, siç u tha, por mendojmë se gjenden i treg bosh. Ne kemi informacion që nuk ka të tillë zhanër, lloj të librit në. Prandaj mendojmë se plotësojmë një boshllok. Ndoshta për arsye të ndryshme, një boshllok që maturantëve të Kosovës u duhet për përgatitjen për provimin e testit kombëtar. Ai plotëson gjitha kriteret ky libër për maturantët? Mendojmë se po. Veçanta është që gjitha leksionet e fizikës dhe të astronomisë që dedikohen për testin kombëtar, ne i kemi përshkruar në gjuhën e argumentit, në gjuhën e eksperimentit. Tashmë Kosova ka një abetare unike, a shpresoni që edhe Kosova dhe Shqipëria në realitet, a shpresoni që edhe fizika dhe astronomia apo lëndët eksakte të jenë unike në gjithë territorin e Kosovës dhe Shqipërisë? Kjo është iniciativa e parë, ka dalë diçka e bukur, këtë le ta thojnë lexuesit, por unë për veten time shpresoj. Distributor ekskluziv i këtij libri është libraria Pena, e cila gjendet në të gjitha libraritë anë kënd qyteteve tona në Republikën e Kosovës.